nga ora 9 deri në 13 me. Ish ministri i Financave Arben Malaj në një intervistë për emisionin Interview me Mirela Milorin në Euronews Albania ka rrëfyer momente të rëndësishme nga jeta e tij politike dhe profesionale. Ai u ndalte ngjarjet e shtatorit 1998 pas vrasjes së Azem Hajdarit, kur protestat degeneruan në sulm ndaj kryeministrisë. Malaj kujtoi se situata ishte tepër e rrezikshme dhe se ai bashkë me disa zyrtar të tjerë ndodheshin brenda godinës gjatë të shtënave. Sipas tij, ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara shmangu pasoja më të rënda dhe shpëtoi jetë njerëzish. Ai tregoi se protestuesit hynë në katin e parë të kryeministrisë, ndërsa ata që ndodheshin në katin e tretë u mbrojtën pas shtyllave të betonit, ndërkohë që godinat qelloheshin me breshëri armësh. Gjatë intervistës, Malaj foli edhe për marrëdhënien dhe për shtypjet e tij mbi kryeministrin Edi Rama. Ai tregoi se e kishte njohur fillimisht në ceremoninë mortore të Teatit dhe më pas gjatë përfshirjes së Ramës në politik nga Fatos Nano. Sipas Malajt, Rama ka karizmë dhe emocion, por i mungon formimi shtetëror. Ai shtoi se kryeministri nuk dëgjon këshilltarët vendas dhe mbështetet më shumë tek ata të huaj, duke e cilësuar atë si viktimë të përbindshave të vet.